Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën në Gjakov. Gjykata tregtare ka vendosur të pezullojë vendimin e Autoritetit Rregullator të Energjisë për tregun e hapur deri në marrjen e një vendimi gjyqësor. ZRE-ja tani është detyruar të pezullojë njoftimin e aksesit në tregun e lirë, bazuar në këtë vendim. Gjykata komerciale në Prishtinë ka marrë vendim për pezullimin e njoftimit të zyrës së Rregullatorit për Energji ZRE lidhur me daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Avdi Lala nga Aleanca Kosovare e Biznesit në rrafshin e Dugaxhinit tha se ky vendim është mirëpritur nga ta, por edhe nga bizneset. Ky vendim është rezultati i një angazhimi të organizuar që kemi bërë nga dita e parë publike, kur ZRE-ja ka njoftuar për përpjekjen e bizneseve për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike pas një plan pa kushte për një treg të hapur të energjisë elektrike dhe pa përfaqësim të komunitetit të bizneseve. Lala shtoi se ata shpresojnë dhe besojnë që ZRE të aplikojë vendimin e gjykatës komerciale e cila është në favor të bizneseve. Ne besojmë dhe urojmë që ZRE-ja do ta ndëgjoj edhe zërin tonë, edhe nëpërmjet instancave juridike që ju kemi drejtuar gjykatës komerciale, në rast se ZRE-ja nuk ndëgjon zërin tonë dhe nuk i përgjigjet instancave juridike, ne jemi të përkushtuar që të qëndrojmë afër bizneseve tona në mënyrë demokratike, që të jemi zëri tyre në mënyrë demokratike, që bizneset tona të mos dëmtohen prej vendimeve të njëanshme dhe të papërgjithshme ndaj institucioneve përkatëse. Edhe Oda Ekonomike e Kosovës ka ftuar ZRE-n për bashkëpunim të ngushtë për të hartuar së bashku një fazë tranzitore, të drejtë dhe të zbatueshme që sigurojnë stabilitet për bizneset dhe qytetarët e Kosovës. Për shkak të një kontesti gjyqësor në pjesën e Parkut të Lirisë nuk mirëmbahet fare. Nga Bashkia Islame në Gjakov thonë se përderisa të përfundojë procesi, nuk mund të mendohet për mirëmbajtje, ndërsa qytetarët ankohen për shkak të barit dhe shkurrëve të rritura që rrezikojnë edhe qytetarët nga gjarprinjët. Parku i Lirisë në Gjakov edhe këtë verë si në 20 vitet e shkuara nuk mirëmbahet si duhet. Gjatë verës është i mbushur me shkurrë dhe bare që nuk largohet asnjëherë. Nevruz Gjoçi, kryetari i Këshillit Lokal nr. 8, tha se banorët e kanë të pamundur të kalojnë në këtë pjesë për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe gjarprinjve që ka në këtë vend. Por kjo është nxjerrje pak jashtëzakonisht vështirë, po për mirëmbajtjen e tij duhet kosto të mëdha. Kështu që kushton vetëm premja barit kushton diku 2000-2500 euro, është vlerë jashtëzakonisht e madhe. Gjoçi gjithashtu tha se ka kërkuar edhe nga Bashkia Islame në Gjakov, e cila njëkohësisht është edhe pronare kësaj hapësire, por edhe nga komuna e Gjakovës që të bëjnë një zgjidhje në pastrimin e parkut, sidomos gjatë verës. Biseda kena pas, po për shkak mungesës fundeve është e pamundshme. Mirëmbajtja e parkut. Kena kërku ku paskua me pas aktivitete, bilis pak të njërë në vit, mu bëhe premja barit e gjona tjetër, se në barit tash kanë fillu me dole dhe gjarpit e gjona tjetër, po për shkak mungesës fundeve, është të pamundshme, se edhe Bashkia Islame nuk i ka ato fundet që i kanë të tjeret kështot. Për këtë shqetësim të banorëve kemi kontaktuar Bashkinë Islame në Gjakov, të cilët në një përgjigje me shkrim kanë pohuar. Parcela që gjendet mes xhamisë së Kusar dhe mektebet të Alel Efendis është pronë e Bashkisë Islame. Aktualisht kjo parcelë është objekt i një kontesti gjyqësor me Qeramorsin, i cili pa mburur kontestin nuk po mirëmbajnë ashtu siç i takon, dhe as nuk është i gatshëm ta lirojë atë. Me që nuk bëhet fjalë për pronë publike, konsiderohet e papërshtatshme që kjo çështje të bëhet objekt trajtimi medial. Institucionet do të vazhdojnë të ndjekë procesin në rrugë ligjore, me qëllim që prona të kthehet në shfrytëzim të rregullt. Përkundër kësaj, disa banorë kanë pastruar dhe prerë barin në një pjesë të Parkut të Lirisë. Ndërkaq kjo pjesë e Parkut të Lirisë, pra siç njihet fusha e futbollit, është pastruar, por edhe është hequr bari me iniciativë të vetë lagjës Gec, por edhe të gjithë lagjës që është rreth Parkut të Lirisë. Parku i Lirisë dikur ishte vend ku kishte gjelbrim dhe fusha futbolli në të cilin mblidheshin qindra të rinj që arktoheshin. Gjatë kësaj jave në Gjakov është mbajtur testi i arritshmërisë. 1065 nxënës të klaseve të nënta ju nënshtruan testimit në vetëm një ditë.
në disa lëndë mësimore. Nga drejtoria e arsimit pohojnë se e gjithë procedura në 7 qendra të testimit ka shkuar mirë dhe nuk është raportuar nga administratorët për ndonjë parregullsi. Sot është mbajtur testi arritshmërisë për klasat e 9-ta, me pjesëmarrjen e gjithsej 1065 nxënës në 7 qendra testimi në komunën tonë. Një nga këto qendra ishte edhe shkolla mesme e lartë e mjekësisë Hysni Zajmi, e cila priti 10 nxënës nga shkollat përreth. Zëvendës drejtori i shkollës Gjevdet Gashi u shpreh se gjithçka është në vendin e duhur që procesi të shkojë mbar. Kushtet i kemi kriju, paralelet me salla jo ndëndane, përfaqësuesi i mashtit, ka ardhur me kohë, edhe administratorë tjerë nga shkolla që i ka qu drejtoria komunale e arsimit jenar me kohë, gjithçka është e gatshme që testi të fillojë me kohë, dëshiroj që nxënësit të arrijnë sukseset e pritura në këtë proces, i cili sigurisht ka vështirësi për të kaluar. Konsideroj që gjithçka do të shkojë mirë. Edhe nxënësit pohuan se çdo gjë shkoi mirë, duke shpresuar edhe për rezultate sa më të mira. Testi shkoi shumë mirë. Në fillim po ata pak shqetësim, po me kalimin e kohës domethënë të shku më shumë, ja nisa edhe me ditë pak më shumë. Testin përgjithësi mu do ki lehtë, edhe në fundit i përpilun mirë kë, edhe shpresojmë pra domethënë të gjithë që kemi sukses në të ardhmen tonë. Përgatitja ka qenë e mirë, kemi mësuar edhe në shkollë, kemi qenë në orë shtesë, po ashtu ku mësuar edhe për shtëpisë, ku marr disa teste të vitit kaluar, i ku mësu testi ku mendu që ka me qenë më i vështirë, po ka qenë shumë më i lehtë. Testi ka qenë i lehtë, kena pasur në fillim stres, po gjithçka ka kaluar mirë, po ashtu edhe na kanë ndihmuar arsimtarët para test, domethënë një javë para 2 javë, edhe gjithçka ka shkuar me sukses. Edhe nga drejtoria komunale e arsimit në Gjakov e konfirmojnë se gjithçka ka shkuar shumë mirë dhe nuk është raportuar asnjë problem. Testi ka filluar në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 minuta, ndërsa të gjithë administruesit janë kujdesur që gjatë kohës së testimit të mos përdoren telefona, orë të mençura apo dhe pajisje tjera digjitale. Vala e të nxehtit që ka kapluar vendin po shoqërohet edhe me frekuentim më të shpesht të qytetarëve në qendrat mjekësore. Doktor Visar Juniku thot se të gjithë duhet të jenë të kujdesshëm gjatë temperaturave të larta, të ekspozohen në diell vetëm në orare të caktuara, të konsumojnë më shumë ujë dhe lëngje të pagazuara, si dhe të ushqejnë me ushqime të freskëta. Temperaturat e larta krijojnë vështirësi për shumë qytetarë e të rrezikuar janë sidomos grupet e caktuar që kanë probleme me shëndetin. Ekspozimi në diell duhet të jetë i kujdesshëm edhe vetëm gjatë orës së paraditës. Doktor Visar Juniku, gastroenterolog, tha se prej orës 11 deri në orën 17 duhet të reduktohet ekspozimi në diell. Me të vërtetë, domethënë, të temperaturat shumë të larta dhe nuk kemi prit në farë forme, domethënë, është periudha por jo ashtu që mësunë në korrekt apo në ngushtë. Janë temperaturat e larta, duhet pasur kujdes njerëzve dhe pacientët. I bëj apel të thotë të kufizojnë to daljet prej orës 11 diku 12 deri ora 5 mazitës. Duhet edhe sa i përket veshjeve, duhet veshje të lehta, ashtu me përmbajtje lino apo pambuku, të vendos kapel, të vendosin syze, sidomos e bëj apel moshave të shtyra, fëmijëve, po edhe ashtu edhe grave shtatzana. Doktor Juniku shtoi se duhet të ketë kujdes edhe me ushqime, si dhe të konsumohet sa më shumë ujë dhe lëngje që nuk janë të gazuara. Të konsumojnë ushqime të lehta, jo kalorike, jo të ndryshme, të shmangin pijeve të sheqerosura, ato alkoolike, pijeve energjike, ata me smundje sidomos kronike që janë me smundje kardiovaskulare, smundje pulmonare, smundje renale me veshka, me diabet, hipertension, duhet pasur shumë kujdes, domethënë lëvizjet. Duhet të shmangën, domethënë të cilësin këto kona, siç tham duhet ushqime të lehta të konsumojnë, të pinë sa më tepër për shkak të dehidrimeve, do thotë që temperaturat e larta, pacienti apo njeriu në këtë rast i thjesht u shumë lëngje, për atë arsye duhet të rihidrohet vazhdimisht, duhet të konsumojë ujë më tepër. Juniku shtoi se me rritjen e temperaturave ka filluar edhe frekuentimi i spitalit nga pacientë të cilët kërkojnë trajtim shëndetësor dhe kanë probleme me diabet dhe sëmundje kronike. Kujtojmë se së fundmi edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë apeluar për kujdes ndaj temperaturave të larta dhe nxehtësisë e cila ka kapluar vendin tonë këto ditë.
Edhe në Gjakov, si në shumë qendra të Kosovës, ka nisur projekti Thuaj Jo Drogës, i cili po implementohen nga zyrtarët policor, përmes fletushkave dhe materialeve tjera sensibilizuese në zonat të ndryshme të qytetit, po synohet që të rritet vedia të rinjeve për rreziqet që mund të kenë në shëndet, konsumimi i substancave narkotike. Zyrtarët policorë në Gjakov ka nisur një fushat vjedisuese në kuadër të projektit Thuaj Jo Drogës, duke shpërndar fletushka informuese në pika të ndryshme në qytet e sidomos në zonat ku janë më të frekuentuara nga ana të rinjve. Komandanti Milazim Lumi thotë se fushata ka për qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve, veçanërisht të rinjve, mbi rreziqet dhe paqësohet e përdorimit të substancave narkotike. Stacioni policor këtu në Gjakov është duke vazhduar me këtë fushat. Një herët ne vetë sa po bën një pjesë të fushatës këtu para komunës. Qëllimi i këtij projekti është që të sensibilizohen qytetarët e Republikës Kosovës të rit, domethënë që të jenë larg konsumimit të substancave narkotike. Ndërsa njëri nga zyrtarët policor, i cili përshpërndonte fletushka dhe materiale tjera sensibilizuese, tha përmes nismave të tilla synohet të parandalohet konsumimi i drogës nga të gjithë grupmoshat e sidomos të rinjt. Në kuadër të fushatës BURO jetës tënde, policia e Gjakovës, stacioni policor, ka ndërmarrë këtë fushatë ku ka vendosur postiera në disa vende kyçe të frekuentuara nga qytetarët e komunës së Gjakovës, siç është biblioteka e shtetit, vendi komunal, si dhe institucionet tjera. Ky projekt është duke implementuar në qendra tjera të Kosovës dhe do të vazhdoj edhe me tutje, sidomos në kohën kur nxënësit do t'i kthehen mësimit me qëllim të tregohet edhe përkushtimi i institucioneve për të parandaluar dhe luftuar fenomenet negative në komunitet. Mirëmbajtja e banesave kolektive gjithmonë është problem për komunitetin e njësive banesore. Ka hyrje që mirëmbajtjen e kanë në nivelin e kënaqshëm, por ka dhe të tjera hyrje banesore të cilat nuk e kanë të zgjedhur këtë problem. Në shumë ndërtesa kolektive në qytetin e Gjakovës, hapësirat e përbashkëta nuk janë në gjendje të kënaqshme, shkallë të ndotura, dritare të thyera e të papastruara të shesyrin e disa nga banesat kolektive, por ka dhe të tjera objekte banesore që mirëmbahen shumë nga komuniteti që jeton aty. Edhe pse banesa atyre ka mbi 50 vjet ekzistencë, qytetari Det Gash i thotë se me vetë financim të banorëve e mbajnë gjithmonë pastër banesën. Mirë mi vetë. Shkajmi në takit banes, mirë mi vetë të tonë me pastrimin e sajnë. Për qëto si imin që të banes në vetë, po, përgjizë mi vetë. E për në tjerët nuk di gjonë se që shasi. Për këta është kënë ma në regullë pri po drumit e tëri në terasën. Këtë investimit i kina bon vetë. Për që tërsën zdi se që me dritare, me dyrë si kina në rrutë reja, se që që kina morë mas luftë e kja mas vetë. Gashi theksoi se bashkëpunimi mes fqinjeve për mirëmbajtjen e banesës nuk mungon asnjëherë. Çdo gjë është në rregull, ku tim me ta, çdo gjë është në rregull me ta. E bojmë derta, him qështu, qarto kina izolu terasën në tash për 20 për 200 metra katror, këtë kina si, edhe për jashtë izolu, këtë kina vetë, pa njëhem të kërkujnë vetë investimet tonë. Sipas ligjit, çdo ndërtesë me më shumë se 4 njësi banimi mund të ketë një administrator, por si praktik shumë ndërtesa kolektive mbesin pa kujdes të vazhdueshëm. Këngëtarët e valltarët nga Kosova e treva të ndryshme shqepojnë se pritet të bëhen pjesë e festivalit të valleve dhe këngëve në Odën e Maltësisë së Gjakovës, që do të mbahet të martën e 1 korrikut. Organizatorët thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet që gjithçka të shkojë sipas planifikimeve. Me 1 korrik mbahet festivali mbarëkombëtar në Odën e Maltësisë së Gjakovës. Ky edicion edhe këtë vit pritet të sjellë atmosferë festive dhe ngjyra të pasura të trashëgimisë kulturore nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Festivali do të bëhet me datën 1 korrik këtij viti. Me fillim do të jetë një defile në orën 18 në qendër qytetit. Defilea ka destinacioni për Pallatit Kulturës, duke vazhdu drejt qendrës të poshtë deri te komunja e re ku po ndërtohet. E njëjta do të kthehet prap deri te bina e improvizuar ku do të mahet festivali në parkun apo platoja e qytetit siç njihet tek ne. Me fillim do të jetë programi në orën 19. Ka grupe të ftuara shumë si vjet,
do t'jenë grupet nga Shqipëria, Malizi, Macedonia, Kosova, kuptohet, do t'jenë mbi 7-8 grupe konkurrente. Juri ka një juri profesionale, si çdo herë festivalit që ka jurin profesionale, ku do të vlerësohen me çmime të ndryshme. Si çmime kryesore janë 3 çmime, domethënë çmimi i tretë, i dytë dhe çmimi i parë vendet, kuptohet. Ka çmime të ndryshme, dikon janë gjithsej 18 çmime që do të shpërndahen, do të vlerësohen nga juria. Festivali ka karakter garues dhe grupet pjesëmarrëse në këtë festival paraprakisht janë kontrolluar për kriteret e pjesëmarrjes, në lidhje me koreografinë dhe materialet tjera shoqëruese. Grupet janë të përgatitura sepse para ftesës na interesohen për grupin që do me ftu, ja u lypim një material, një koreografi, edhe me shumë kujdes Këshilli Organizativ i festivalit e vlerëson koreografinë e vallëtarëve, të atij ansambli dhe pastaj bëhet ftesa. Përmes këtij festivali që tashmë prej vitësh është kthyer në traditë, synon të ruajë traditën dhe kulturën e vendeve shqipfolëse, traditën e etnosit shqiptar si dhe pasqyrimin e vlerave të folklorit shqiptar. Piktori Ibrahim Punosheci është përkujtuar në një ngjarje kulturore. Mbrëmë është bërë inaugurimi i galerisë Ibrahim Punosheci, përmes të cilës është përkujtuar jeta dhe krijimtaria artistike e piktorit. Është shtëpia ku kishte jetuar piktori e profesori i njohur nga Gjakova Ibrahim Punosheci, që ka bërë emër në troje tona, por dhe jashtë tyre. Nga sot kjo shtëpi do të jetë galeri ku janë të ekspozuara veprat e piktorit Ibrahim Punosheci. Në hapjet e galerisë morën pjesë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Kuvendit Komunal të Gjakovës, qytetar, koleg dhe familjar të ndjerit Ibrahim Punosheci. Kjo galeri do t'i dedikohet pra piktorit dhe profesorit të mirënjohur nga Gjakova Ibrahim Punosheci, dhe në të janë të vendosur veprat e tij ku qytetarët të Kosovës, por edhe viseve tjera që vinë ta vizitojnë në galerinë kanë mundësi t'i shohin ato, por edhe galeria do t'jetë në shërbim të aktiviteteve kulturore, thojnë familjarët. E brenda shtëpisë, tashmë që është galeri e artit, mysafirët e kolegët e profesorit Punosheci panë punimet e tij të shumta që janë ekspozuar dhe do të jenë gjatë gjithë kohës të ekspozuar para publikut. Piktori i ndjer Ibrahim Punosheci ka 10 piktura ku kishte mbajtur ekspozita të shumta në Kosovë, Gjermani, Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera në botë. Kombëtarja e futbollit të verbërve të Kosovës po merr pjesë në kampionatin evropian i cili do të mbahet në Poloni nga sot e deri më 7 korrik. Kryetari i shoqatës të verbërve Gjakova, Mark Pietraj, është njëri nga pjesëmarrësit e Kosovës. Kombëtarja e futbollit të verbërve të Kosovës do të marrë pjesë në kampionatin evropian i cili do të mbahet në Poloni nga data 29 qershor e deri me datën 7 korrik. Kapiteni i kombëtarës, njëherësh edhe kryetari i shoqatës të verbërve Gjakova, Mark Pietraj, u shpreh se janë analizuar kombëtarët për lojën e tyre dhe se janë të përgatitur. Kombëtarja e futbollit e të verbërve të Kosovës do të merr pjesë në kampionatin evropian i cili do të mbahet në Krakovë të Polonisë nga data 29 qershor deri me datën 7 korrik. Do të jemi pjesë e grupit me Spanjen, Romaninë, Kazakistanin dhe Poloninë. Tashmë selektori Ahmet Mamutaj veç se i ka shikuar të gjitha kombëtarët, i ka analizuar për lojën e tyre të cilën e zhvillojnë, dhe veç se jemi të përgatitur për të qenë të barabartë me të gjitha kombëtarët në Krakovë të Polonisë. Pietraj shpjegoi se fazat e përgatitjes kanë filluar që nga muaji prill. Përgatitjet kanë filluar që në muajin prill, muajin maj dhe tash në qershor që kemi përfunduar. Kemi filluar në kompleksin stërvitor në Osek Hill, ndërsa kanë vazhduar pjesa dytë e përgatitjeve në Shëngjin, Shqipëri, ndërsa faza përfundimtare ka vazhduar në kompleksin stërvitor në Hajvali. Mund të them që jemi të përgatitur, pasi që secilin herë niveli i përgatitjeve ka qenë edhe më i lartë, konsiderohet që ekipi ka dhe përvojën e mjaftueshme për të përballur në këtë ndeshje finale në Europë. Mes tjerash, Pietraj shtoi se Kosova në Poloni niset me synim që të kthehet me rezultatet pozitive. Kosova në Poloni nuk shkon
sa për të paraqitur, kemi synim që të rikthejmë rezultate pozitive, se a do të arrijmë deri te fitoria, kjo mbetet të shihet. Kjo pjesëmarrje shënon një hap të madh përpara për sportin e të verbërve në Kosovë, duke pasqyruar përkushtimin e Federatës së Sporteve për të verbër në Kosovë dhe Federatës së Futbollit të Kosovës për përfshirje të barabartë dhe zhvillim të qëndrueshëm sportiv. Kjo ishte gjithçka sa i përket përmbledhjes javore. Ju falenderojmë që keni përzgjedhur mediumin ton për t'u informuar. Mirëmbëjtje.